Të vish shumë shpejt, ferë nëmër 2, pishmanlik e radhës. Po ma lërë dhe mu t'jetin Marak? Po dhe ty po t'alo Marak, se kom qef që shto me Marak krejt jeta, mjë shku. Koment për koment, rikëthën shkëndije mujaj në syrin e publikut. E shumë komentuar në rjet, ajo u bind për një paraqitje në media, pikërisht nga rubrika që premton spektakël në minutat në vazhdim mes ngacmimeve të ndjekësve dhe përgjigjeve epike të saj. Faleminderit shumë mas parte, për ftesën, është natësi edhe normal, është vërtet që i kom refuzu disa, për arsye se kom dashur vetëm me ndaj kështu privat, edhe ka ku që më tërhek, nuk po merrna aq edhe shumë me kështu me showbiz. Po gjithmonë është natësi, ata që kam be që m'djeken, për me pas diçka risi, sidomos që kjo rubrikë që është e re, thash, okej, so, edhe kështu ashtu nuk e më koni tip që kom ku shumë më marrë me komentet, edhe i shkon mirë ndoshta pak bashkë me qyrsha dhe çka është puna, se ma herë në fillim normal se cili njeri në fillim karrierës, ose kur je shumë famous, din t'i irritojnë fillimisht, deri sa të mësohesh, bush imon, edhe dikur mësohesh, do me thonë nuk është që i këshyrat shumë, po familja normal që familja i marrin shumë seriozisht, unë ju aq, se komentet më shkruaj edhe anonim, ose emër kështu fake, po unë nuk është që merrem shumë me thonë drejtën, sidomos kohën e fundit, jo, nuk më ka bo mos më boj përshtypje. Hajde bismillah, të shikoj çka ka përzgjedhë komentet. Okej, komenti par, të lumt për guximin për ta kundërshtu deklaratën se me të urryerit janë beqaret, imamet në Shqipëri dhe Kosovë shpesh ja fusin kot. Okej, so natyrisht që unë gjithmonë jam e guximshme për me tregu ose me thonë mendimin tem ose prej bindjes tem duke u nis nga vetja, se kjo deklarat absolutikisht nuk qëndron, do me thonë bjen pi forme dhe përkundrazi, shumica që flasin për kaderën, që është caktim, atëherë po bjen edhe kjo në kundërshtim me kaderën, se unë në fillim kur ju më udhëzu, kom pas problem gjithmonë me gjithë veten, çka është as kader, çka so kader, edhe në fillimisht ki pak dyshime derisa nuk ki një hurit mjaftueshëm. Kështu që e kum kundërshtu edhe prapë se kjo deklarat nuk qëndron, kështu që beqar, ma mirë beqar të lumtur se sa bashk edhe mos me qenë të lumtur. Shkoj me komentin e radhës. Marak e kam me dit, a je martume në Arabi që shflitet që sa kohë. Po e di që ki Marak, kanë shumë Marak me qef me dit e kështu, po me paskun që është diskret, tash me zbulu rena për diskret, kështu që pelojna Marakin, fjallojna Marakin, këta le ta kenë Marak. Shkoj me tjetrin, më falë, se kjo ishte dyta, treta, ani po gjallaret me kanë propozu martes, ku e pave këtë film, më i shkëndije. Vala e filma nuk shok, shtu kriti sho live. Filma ka ko që s'kom pa, dhe jo, kjo është fakti vërtet, do me thonë, edhe akoma fillon kjo, vazhdon, do me thonë, kjo kërkesa. Po, si zakonisht, unë e kom një far ideje që ka njerë thom edhe për hoxhallar, ndoshta mendoj one personalisht që kishte qenë mirë me qenë një pemë ndoshta që është prej fillimit e udhëzume, sepse edhe një hoq nuk e din e curin rjedhe se si rjedh puna deri te udhëzimi dikujt që s'ka qenë kurrë. Se si zakonisht janë prej fillimit udhëzume edhe nuk i kanë përjetu ato që ai kena përjetu na, ose sulmet që i kena na, ose ofertat që i kena na. Kështu që kjo është e vërtet, nuk është film. A më do me thonë arsyeja pse shkëndije mujaj vazhdoj të refuzoj, është për arsye se unë mendoj që për mu, është më rëndësi me kohën dikush që e din vlerën ma shumë të asaj se çfarë unë e kom kalu, derisa e kom vendos, ose derisa e kom përfitu bindje. Nuk po bën më luks, si për para, se na lodhe me reklama në Instagram, po get aj shik ju shduk. Jo, do ju shduk, jo në orë 3 apet, ka plot, alhamdulillah, mirë jena, nuk është, po. Shkoj me pyetjen tjetër, a pranon me u bo gruja? Jeme, aha. E dytë, se për besje yll, për
ty ja vlen me bo kitë potez njëtë. Faleminderit shumë për ofertën, se nuk e pranoj, madje as me fëmijë absolutikisht, për arsyes që unë mendoj që ai duhet me pas kapacitet shumë madh për me mojt një shkëndije e li muaj dyta e treta s'ka shans. Kështu që no way. Okej. So, përshëndetje shkëndije, përshëndetje, a ke përjetu magji të zezë, edhe nëse po si a ke bo, me t'i kalu, faleminderit shumë. Magji të zezë, tash s'po di çka ka dosh me thonë me këtë koment. Në fakt, ka shkru shumë njerëz, për shembull komente përpara mesazhe private, filion fistikit ka bo, s'ka bo, se di s'jo marrë, unë ndoshta ka qenë vish një arsye me hi bised. Mendoj one, edhe kur kanë shkru kështu lloje gjona tilla, po unë mendoj që edhe po të ketë, ose që unë e besoj, ose besimtar që praktikojnë fen, është shumë ma lehtë mi te kalu këto gjona. Po, normal që unë e besoj që ekzistojnë. Po unë në fakt nuk jam përballë ndoshta me diçka, një dyshim tillë, se ma shumë mendoj që jam idetë e mia dhe vendimet e mia në jetë, me thonë, nuk besoj që... Por, ka raste që më kanë shkruaj që edhe janë disa njerëz bile kështu, po s'po du me cik emrat, njoftën, që më kanë shkruaj që po ka persona që kanë jep shumë parë dhe kanë shku me bo magji. është e vërtet. Do me thonë, magjia e zezë si fenomen në shkëndije, po i bjen që ekziston edhe në mesin e të famshmëve? Po, pa dyshim që po, normal që ekziston. Këta të famshmit po i bojnë tjertë, apo paguajnë për mju bo tjerëve magji? Jo, unë e besoj që ndoshta dikush nëse ka ndonjë ka qef me pas ndikim të te, ose ndaj farë lidhje, ndonjë interes, ose ndonjë se shumica mendoj që e bujnë për me pas një lidhje që nuk zgjatë shumë, apo kupton që zgjatë pak, po që ti e din se këtu gjithmonë shitet ajo që shifet, ju ajo që ndjehet, e kupton. Edhe nëse shifet lidhja për një kohë të shkurt, ajo me magji nuk mundesh me mbajt, normal që zhpërbëhet ajo lidhje. Kështu që ajo është vetëm që demek emni që ti personi që ka qatë kompleks, me pas për shembull filion fistikën, like, you know, bluffing, so like. E qartë. Yeah. More kallashin e ka lshu toka, mos e ke udhzu me ju këthi fes, se moti nuk e kena pa shoqen tane dikushme. Nëse është udhzu, uraj shumë fat, faleminderit Zotit, nëse udhzu, tham drejtë nuk kam kur far informacioni, edhe shumë pak kam kontakt edhe jom in me këta të showbizit që kanë qenë ose janë. Pse keni shkput kontakt për shembull me kallashin? Në fakt nuk është që i kena shkëput, po jeta dhe dinamika, drejtimet e ndryshme, për shembull unë jam fokusuar shumë gjëra tjera më private dhe kur nuk je për shembull ose kur ke udhëtu pikërisht për ndonjë muzikë ose këngë, kështu ke mbajt më shumë kontakte, kupton. Tash nuk është që më intereson më kush ka bën, kush apo çet, se këta janë halo janë mbetë në qatë rrugën që kom qenë në më herët, edhe normal. Po mu prish si një prish. Ka t'interesum, edhe ka që më kanë shkruaj që janë t'interesum mu udhëzu. Prej emrave shumë që akoma ndoshta janë half-half, edhe janë edhe pak showbiz, edhe janë like they want, but they don't trust themselves, so because of money. Kështu që shpresoj dhe uroj që Zoti jep atë fuqi dhe forcë që të udhëzohen. Okej, interesant. Po. Janë pjesë janë emrat muzikës? Po, janë shumë emrat muzikës që bujnë muzikë akoma, po. I ke inkurajue, i ke thonë matu një mirë? Jo, në fakt më kanë shkru, më kanë përgëzu, po edhe në fakt janë interesu, edhe besoj edhe kështu e kom po që janë interesu, po mendoj këta që i njofim edhe na, që kanë marrë hapa t'il për me provu, okej, mbasi shkëndia o udhëzu ta shohim çka dhe qysh ka ndodhur historia, ndoshta edhe prej kurreshtjes. Po, ka. Okej, shkon jeton në Perëndim me krejt e mirat e Perëndimit, e provon me imponu stil të lindjes, okej. Jo motër kështu, veç zonin e zi shqiptare, okej, ja u ka qeta. Je ka ja u qet. Okej. Unë ka dhe Zvicrane, do me thonë, Zoti për gjithë kam donë, unë kemi do me thonë edhe pune ku punoj, medicin ka edhe do me thonë nacionaliteti tjera, se feja nuk është e lindjes mesme, Islami për gjithë dhe ku du që t'jesh, ka për Zvicranve, Gjermanve, ka do me thonë që e kanë marrë, këto e kanë pranë si fe,
edhe nuk besoj që ka indikator prej meje personalisht. Kështu që bjem pi forme ky koment. Po, faleminderit. Okej, mocer e dashur, shi videoklipet nga YouTube se i mban, ana është ta ke mall për atë kohën, po shumë mall kam, madje këshyri, absolutikisht s'kam kur par mallit, kundërt. Ama, dhe me thonë, ka video që janë që unë i kom postu edhe do janë shly, do akoma kam bet, po Zoti do me thonë nuk më gjykon mu që shkom qenë, më gjykon aj që shmjef, ju njerëzit që shmjofin, edhe tash, se qajo është e mira islame, do me thonë nuk gjykon që shofin njerëzit. A je merë personalisht me i fshi, apo sot diçka që... Jo, kom këshyrë, në fakt, që më falë, kom shiku njëherë disa janë shly, disa më kam pyta, a do me t'i hek, do persona që edhe janë kështu fetari interesu, a do me t'i hek videot ose kështu, po unë sa i di ato që ka janë që përndame, nuk heken. Ato që ka janë vendosne prej profileve që janë që një fan account, ato mund është mi hek, po. Po edhe besoj që nuk është diçka që mu pengon, se ajo kam qenë unë atëherë, tash jam kjo. Kështu që ndoshta është edhe ai interesi ndoshta më i madh edhe njerëzve se ka dhe të huj që më shkruajnë, ma çojnë një foto në video, a e konti që kjo like, a din që shje udhëzu, thëmë, po, unë jam kohë, edhe në pysin, a din, po, kjo nuk ka kur farë ndikimin të ardhmen ose relacionin tem me Zotin që më prish punë. Shkëndije, jeni ishi, veç kushta ka i natë, që ish mu badhon si ti, që nuk je pës pare, që ka thënë shqiptar, po. Kjo është ndoshta vetë besimi edhe unë besoj se cili person duhet ta ketë këtë që mos i interesojë njerëzit, për atë edhe feja të orienton ma shumë tek relacioni me Zotin, jo me njerëzit, por kur nuk je udhëzu, kjo të pengon edhe gjithmonë shikon se që shikoj njerëzit. Kjo të une natyrisht që bjen për forme, se kom pas as kalume në fakt, po as tash hiç se heq. Me gjithë këtë ekspozim të teprum, kjo zoja ndërume definitivisht shumë shpejt fera nëmër 2, pishmanlike e radhës. Jo, me gjithë këtë ekspozim, okej, so nuk është ideja si muslimane, tash i ka sekte, se ka lloj-lloj sekte. Nuk është ideja që muslimani mos të dale në publik ose mos shfaqet, mos ketë ndonjë hobi. Kjo me thonë edhe kjo bjen për forme. Shpejt fero nëmër 2, nuk i di që ka dosh me thonë me këtë, po... Me ta sharu me dojnë muzike, po... Jo, Fero e kalon muzike, një ka përkushtu fes, po brenda një vit e gjysmë ka ndru prap mendje dhe u kthy prap të muzika. Unë ku kalu ma shumë kohë, kjo mund me ndodhë në fillim kur je, mund me ndodhë. Tash i kjo ka ra në atë pritën e parë, do me thonë ato cytjet e shejtanëve që i kanë ardhë për me kthy ku ka qenë edhe ka ra aty, po që këtu në fillim unë i kom kalu. Ka kalu një kohë pak ma e gjatë edhe une i kom rezistu në fakt, dhe kjo ndodhë të gjithë. Do me thonë, cytje gjithë mundesh me pas ndonjëherë, jo se për mu kthy, po ofertat ndryshme ki, normal, edhe prej këngëtarëve tjerë, ose kështu, qysha, heq nuk do me knu mua, për një me kilona, seriozishta, do me bu diçka, ju a do me bu diçka lidhe me fik, kështu, normal që ata njerëz kanë qef me pa, po te unë mendoj si shkëndije, unë jam shumë stabil, elhamdulillah, dhe mendoj që edhe po te kisha dhënë ndonjë mesazh, do të kishte pikërisht me stabilitetin dhe me fenë dhe me atë ndjenin që unë e kam, sepse ai u kthy, po nuk kam me konë njëjtë, se edhe ndjenja shpirtërore kam i ndryshu, dhe me thonë kam me vujtë edhe ma kesë se që ka qenë për para, sepse është një hap që ti rikthesh, dhe me thonë natë që ke qenë, e ti nëse ke bo pendim, seriozisht, atëherë bjen kundërshtim me vetin, të mungon sinceriteti. Po prapë se cili e përzgjedhe dhe e bon atë çfarë e ndjen edhe ka për veti. Por që ajo ndjenja e keqe edhe anxiety edhe tu kanë mi u rikthym double, shumë a keq, se që i ki në fillim kur si e uzume. Sekreti kanë këto anxiety, shumica nuk e din për çka ju vinë, pse ju ndodhen, mandej boshllako se ajo mungesa që e kanë brendësi. Ajo gjithmonë është prezent, nëse nuk je namazli, me thonë. E qartë. Okej. Videot me filter, Photoshop, asgjë reale, gjitha falso, okej. Unë mendoj se ky aparati normal, edhin, nuk më qetë që ashtu bukur që shjam,
që shpom shati, e prandaj tani thom, okej, du m'ja ndryq drita në ndryqimin, nuk është gjëna me rregullu, po jo me dalë për vetit, normal, se bash ashtu, edhe në krejt me ndryshu komplet. Ama as aparat, të kishme më qitë bile që shjam, then I don't need filter. Po as ashtu që shjam së më qetë, ama ma kesh s'po du me dalë, okej, shkoj me tjetren, bash kjo e ka bindjen e fort që i ka lënë të gjithat edhe fuqi dhe askush se ka shti këtë me zorë. Ju valla, e vërtet, ose më ka shti kërkush me zorë, ka qenë vendimi imi, po dhe ka qenë një kusësh një test. Unë e thësha, nëse kjo te është e vërtet, I would try, nëse ndryshon diçka te unë, tani koka e vërtet. Nëse nuk ndryshon, unë i boj këto rituale edhe kur gjuhish nuk vri, as nuk ndryshoj, njejt edhe pritoj, tani nuk është sigurt, nuk është e vërteta kjo. E unë e kom fillu ma shumë të provu, a ka ndryshim, në gjendjen tam, shpirtërore emocionale në jetën tam, qikën tam, edhe mandej kom fillu ma intenziv. Kjo e ma dhe koka gjatë. Bulesa në islam nuk është mu duk bukur, mu duk si majmon të është, por me i bulu pjesët e trupit, avre, wow. Përballë burrave që si ki ma harem, shi. Allah... Okej, Allah të mundësof me kuptu, Allah e përcof çdo musliman, Allah zof të pauzuarit, amen. Ky koment, dhe më thonë, nuk për mu, për mendimin tam nuk qëndron, sepse unë mendoj që femna gjithmonë duhet mu duk bukur, edhe Allah thotë e donë të bukuren, edhe për vetën du të mundi. Avrejti tash në kohën na nuk jena para 20-30 dhe ka rrubat ndryshme, varet nëse shkon xhami, mbulosh ashtu bashkë këtë komplet, nëse je ndonjë aheng e kështu vesh rruba pak ma e përshtatë thjesht, me thonë. Po përballë burrave që si ki mahrem, po unë mendoj që shtu strikt so kërkosh, se jena në 2025, në më madje as këta hoxhallar kështu që kanë studiu ka 10-20 vjet nuk janë që kaq strikt. E që shmuj më kur one. So that's mean I try my best. Allah të mundësove kuptu, amen, jam të kuptu aqë sa donë Allah, falenderit, Allah të forcof gjithë dhe isha Allah në forcon. And shkojmë të tjetra, shumë mirë valla ju shqiptar të keni ranë në trap. Okay, what is this trap? Që të me thonë këtë trap? Nashta në fije, i keni ranë fije. Okay. Mas pari, bëni qefin e juaj, si të doni, mas andej kur ngini mirë, këtheni e ju përkushtoni fes, por a e dini ju moj këtë aju pranon feja me këto gjistit e juaja. Aha, okej, po që kjo është e bukura, se Allah ka thonë nëse ju nuk bëni me kate, unë do cili njerësiet cilët bëjnë me kate, edhe do t'i fali ata. Kështu që njëse dashë mos është qetësoni, edhe nëse e kun kriminali ma i madh botë, ose ti ki drejt deri sa del shpirti mu pendu. Kështu që kjo bjen për forme, kjo është një komenti thjesht i njerëzve për me të bëjt dyshim, ama mu nuk mu me bëjt dyshim, ju që bëjnë ekstra me qëllim, po Allah është mëshirus, edhe nuk kena drejt me paragjyku, edhe unë muj me jetu që shduon, deri momentin që du mu pendu, kom drejt mu pendu në fakt, kom drejt. Po edhe nëse i kom përvu gjitha, kjo është edhe ma e mirë, sepse kur i përvon gjitha, atër e vrin dallimin dhe qetësin. Qështu do kënë komentet që këndije? Po mirë, jo aq negative, që kom pas ma heret, unë e thash nuk ka ndodhë për para ma shumë kom pas ofendime, sharje, like this, po tash kam edhe komente. Unë e pak me ta tregu një fenomen ndryshe se nuk e di tjerë që që kanë, po unë kisha edhe problem se përsham ja këthen diku një koment, a i tash pritke që ti veqen lidhje me ta. Imagjino, ja këthen një koment, a i ku shkru një referat 2-3 ti s'ki ko, edhe ma ndej ta qo një selam, një ofendim, pëse s'ja këtheve 2 herë, ku shka ku mu marrë me komente, të në kona, kupton. Kështu që faleminderit edhe ty që i ki përzgjedh, edhe ishin komente duhura. Këtë komentusin që pat marak me dit ma je martu ma jo në Arabi, pja alen marak, apo ma alen dhe mu t'jejtin marak? Po dhe ty po t'alo marak, se kom qef që shto me marak krejt jeta, më shku.